Mirëmbrëma të dashur miq, të oponentës, mirëmbrëma Shpend. Mirëmbrëma Anduena, mirëmbrëma të dashur miq. Mesdheu po zien? Po, jemi jo vetëm mesdheu, bota po zien. Sigurisht lindja e mesme. Po lindja e mesme dhe mund të na sjellë edhe përhapje nëpër botë. Dhe kanë dalë tani konspiracionistët, kanë dalë njerëzit cilët mendojnë se kjo do mbyllet për 4 ditë, për 5 ditë, për 6 ditë. Unë duhet t'ju kujtoj që mos të dëgjoni as konspiracionistët sepse kanë tregun e tyre për të marrë disa shikime, por as mos flini aq qetë, sepse edhe për luftën e dytë botërore mendoj se do vazhdonte vetëm 4 javë dhe do mbyllet. Bilanci është 5 vite e gjys me 60 milion plus të vdekur. Kështu që Por mos harrojmë që në konfliktin e fundit kemi 2 titan, siç është Irani dhe Izraeli, të cilët duket se kanë përfshirë edhe Europën, përveç se superfuqitë e tjera pastaj që e kanë shkuar në ndihmë. Po pyetja jonë sot në oponencë është se çfarë rrezikon Shqipëria në këtë lloj konflikti? A jemi ne? Ti mendon se do rrezikojnë? Shiko, ti personalisht. Unë nuk jam askushit kem një mendim absolut në lidhje me këtë luftë, por duke qenë se sot jam marrë gjithë ditën me informacione në rrugë zyrtare të institucioneve ligjbatuese në Shqipëri për të parë se kush është risku. Se kemi dëgjuar shumë mendime, shumë opinione sot në televizione, por kam informacion, cilën do ta ndaj me të ftuarin tonë që është një nga ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare, madje ka qenë edhe në diskutime për vendosjen e, le të themi, opozitës së vjetër iraniane në Shqipëri, të fitores e revolucionit islamik në Iran, mujahedinët. Po, mujahedinët mas, për cilët është e vetmja pikë nevralgjike ku ne sot mund të riskojmë marrëdhëniet me Iranin. Por, ajo që mësova ishte fakti që në Shqipëri nuk ka një alarm të kuq. Nuk kemi akoma mbledhjen e Këshillit Kombëtar Sigurisë, sepse nuk ka informacione, por janë ngritur siluetat, është ngritur vëmendja, është rritur vigjilenca, duke mbajtur kontakte me të gjithë ndërkombëtarët, po flas kontakte në rrugë operative, dhe mbi të gjitha janë marrë në survejim ato celulat të cilat kanë qenë deri diku të, le të themi, në gjumë të mekut të dikushëm. Por fakti interesant është që të gjithë njerëzit e fuqishëm të Iranit nuk ndodhen në Shqipëri. I keni në Francë, i keni edhe me televizione në Angli. Unë them që ta diskutojmë shpejt pa humbur kohë me të ftuarin tonë. Domethënë ti thuaj që nuk ka fare rrezik këtu të ndërmend. Unë mendoj që do të jemi në këtë lloj konflikti do të jemi të fundit të cilët do të na qellonin. Unë mendoj e di çfarë është frika më e madhe. Frika më e madhe është që për aq kohë sa u godit baza e Kipros, dhe Kipro është shumë afër gjeografikisht me neve në vija ajrore. Po, mbase dhe duke përllogaritur që Irani është një qen i tërbuar tani, është duke goditur me raketa balistike të rrezës mesme dhe në përdorim të largëve, është duke sulmuar çdo bazë amerikane në linjën e mesme dhe duke vazhduar dinamika e sulmeve, apo nuk e dim se si do vazhdojnë bisedimet e fuqive të mëdha, sepse Irani nuk është vetëm për çështjen e regjimit ose jo. Është një pikë nevralgjike në linjën e mesme që furnizon edhe armikun sot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është Kina. Por neve nuk na intereson kjo aq shumë sa na intereson siguria e vendit tonë. Patjetër, por ne kemi qenë shumë koherent edhe nuk vetëm pak i rrezikshëm. Ralf Gjoni është deputet, ekspert i marrëdhënieve me jashtë. Mirë se erdhën oponencë. Faleminderit që pranuat ftesën son për të qenë me ne. Kemi edhe Dritan Demiran që do ta kemi në një lidhje direkte nga një vend në Kanada, me sa mbajmend, po, ish ushtarak i lartë dhe ish ministër i brendshëm. Do të lidhemi më vonë me të, por nuk do të humbim kohë dhe direkt me Ralfin. Ralf. Kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Jesh mirë aty? Jem shumë mirë dhe është hera parë në studiot e reja të News 24-s, kështu që ju përgëzoj, është kënaqësi për mua. Mirë se na erdhët. Më kujtojnë vite më pas. Po, ka shumë rëndësi dhe filloj me këmbë mbar me ju. Ralf, tash situata është e qartë. Domethënë ne çka kemi parë disa deklarata të fundit, gjatë gjithë kohës jemi në vëmendje të lajmit të fundit. Ajo që ndodhi në Turqi ishte deri diku e papritshme, apo le të themi e tepërt, aq më tepër për ne fqinjin e turk. A riskon Shqipëria, Ralf, edhe si e shikon situatën? Po percepiton? Do të kemi një luftë të tretë botërore? Po, ne duhet mendojmë sikur Shqipëria rrezikon dhe rrezikon shumë.
Dje në një bisedë sporadike me disa kolegë dhe kolege, më pyetën që çfarë mendon a mund të ketë ndonjë rrezik nga Irani për Shqipërinë, dhe një skenar hipotetik që thash dje gjatë një bisede ka qenë, imagjinoni sikur një seri raketash nisën nga Irani drejt Ballkanit, drejt Shqipërisë, sepse ne jemi një vend target për Iranin. Po. Ne na ka përmendur Ayatollah Khamenei, cili nuk është më, shqyr Zotit nuk është më, në opinionin tim. Ishte një nga njerëzit më të këqij dhe më të ndyrë që ekzistonin në Ruzu, në nivelin e, do të thoja, Hitlerit, me atë që i ka bërë atij popullit të ndritshëm, të madhërisëm, që është populli pers, mira vjeçar, dhe sidomos për atë që i ka bërë vajzave dhe grave iraniane, që është një masakër, është një torturë e vërtet. Kështu që jam shumë i lumtur që ai nuk është më, por përtej kësaj jemi një vend armik për Iranin. Ambasada e Iranit, që ju e dini shumë mirë, në rrugën e Meduzës ose të Berishës, në mënyrë paradoksale është përballë një kishe protestante, Asamblea Ndërkombëtare Protestante. Asamblea e Iranit ka ngelur vetëm një policë atje që ruan një godin bosh. Dhe ndërkohë kemi element të sa shoqëruarës opozit iraniane në vendin tonë me mira iranian problematik, Meku, problematik, nga kampi Ashraf, ish kampi Ashraf i Irakut, dhe patjetër që ka arsye për të sulmuar Shqipërinë. Dhe thash, imagjinoni nga Turqia, por mendoj që Turqia në këto momente nuk do e lejoj. Dhe ndodhi... Jemi me fatë sepse na mbron NATO. Sinqerisht, nuk ma priste kur mendja që do shija këtë skenar sot. Unë mendoj që nuk ka një rrezik iminent, por ne duhet të veprojmë sikur rrezikun e kemi pas dere. Dhe nuk jam dakord me ju, me gjithë respektin, Anduen, me atë që ju dëgjuat nga ata persona me cilit keni biseduar, se edhe unë kam biseduar me disa persona nga agjenci jo ligjzbatuese, por nga ushtria, të cilët më kanë konfirmuar në mënyrë jo formale që në mënyrë të natyrshme, çdo ushtarak i çdo vendit NATO sot duhet të jetë vigjilent. Është në gjendje vigjilence dhe alerti të natyrshëm, e gjithë NATO, jo vetëm Shqipëria. Kështu që mendoj që është gabim që nuk është mbledhur Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Shumë gabim, sepse në çdo rast duhet ishte mbledhur për të bërë një analizë të riskeve. Mendoj që mund të mblidhet në ditën e vazhdim nëse gjendja vazhdon dhe thellohet dhe precipiton. Sepse mund të ketë sulme të tjera. Anglia është në alert sepse kemi një bazë britanike në Qipro. Britani, preket Qipro. Si jemi aq larg. Nuk kemi, ne jemi brenda rrezës së raketave balistike të... Po të shikoni në hartë. Ku është Zvedja, Siria, tek katrori është Qipro. Qipro dhe Shqipëria, shiko sa afër janë gjeografikisht. Absolutisht. Dhe për ato raketa të cilat kapin Qipron, është brenda rrezës për të kapur të Shqipërinë. Do thonë juve ka interes apo nuk ka interes, është çështje tjetër, a duhen të harxhohen miliarda dollar për një vend shumë të vogël si Shqipëria, apo a ja vlen me godit bazën amerikane apo ambasadën, sepse këta janë tani po sillen si terrorista. Do thonë garda revolucionare ka marrë karta blanka. Që ti mund të thuash Shpendi dhe Ralfi janë armiq, i vret pa gjyqe, gjitha dhe askush nuk pyet më për ta. Kam një pyetje shumë është një pyetje drejt për drejt. Jo, në drejt për drejt i kemi gjërat, kështu që pa problem. Zakonisht. Jepi. Thatë që shumë mirë që iku Hitleri i Iranit, shumë bukur. Ali Khamenei. Është vendosur djali i tij Mejtab Khamenei. Nëse është vendosur. Pa shkak se dje erdhën informacione që ushtria e Izraelit ka goditur qendrën ku po përzgjidhej lideri i ri suprem, që është ekuivalent i përzgjedhjes kardinalëve në Vatikan. A kupton? Ky që ka hotele në Evropë në po kudo. Se këta e duan Evropën kur ju konvenon. Shumë interesant. Të gjithë e duan Europën, kurse atje janë edhe vlerat kristiane të këtyre vendeve perëndimore i përqafojnë pasin lloj problemi kur ja do interesi. Por kur vjen puna pastaj për të ndihmuar palestinezët, akumulojnë vendet e ato parat e tyre. Ka treguar që nuk solli rrëzim të regjimit. Biles po furnizohen, ka informacione që... Më falë, sulmi i tanishëm. Sulmi i tanishëm. Pritjemi herët.
Nuk rrëzoj regjimin, thjesht vrau një plak 87 vjeç, i cili ishte gjysmë i vdekur. Ish presidentin Ahmadinejad dhe disa krerë të tjerë të... Po, por u zëvendësuan. Pra, këta nuk e kanë problemin që i iku Ahmadinejadi dhe nuk ka kush ta zëvendësojë. Ata e kishin kam lexuar shumë dhe kam parë shumë dokumentarë se si këta e krijonin martirizimin. Sigurisht. Pra, neve do bëhemi martir dhe në bazë të këtij martirizimi këta krijonin edhe pasardhësin edhe sa kohë ishin gjallë. Pra, u godit sistemi, u vranë gjithë drejtuesit e lartë, u zëvendësuan. Lufta po vazhdon. Pra, regjimi nuk ra. Sjellja fuqizimi kurdëve me armatime, sjell një problem edhe me Turqinë apo jo? Sepse Turqia ka problemin kurd brenda territorit vet dhe do dojë një nga aleatët më të fuqishëm të NATO-s. Jo vetëm Turqia, por kemi edhe Iraku. Iraku, Siria, Turqia dhe Irani. Është një popull pa vend. Pa vend, i shtrirë në 4 vende. Po. Si e mendoni juve që do përshkallëzohet ose si do vazhdoj ky lloj konflikti? E para, jemi shumë herët për të... Para ne nuk di mendet cilat janë objektivat e Shtetet Bashkuara apo të Izraelit. Mendoj që Izraeli ndoshta është pak më i qartë në këto momente se sa Washingtoni. Izraeli po gjunjëzon një armik historik siç është Teherani, cili nuk e njeh Izraelin. Amerika besoj që ka një lloj konfuzioni për momentin dhe por reflekton këtë edhe në deklaratat e ndryshme të eksponentëve si nga sekretari Rubio apo presidenti Trump etj. Etj. Është e qartë që po goditet sistemi i regjimit famkeq të Iranit, të ajatollave. Duen rreth 4-5 javë sipas Trumpit, por unë mendoj që mund të shkojë edhe pak më tej se 4-5 javë, për të parë nëse do bjerë regjimi. Ajo që është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Vërtet ata janë zëvendësuar. Pra, 5 veta zëvendësohen nga 5 të tjerë. Duhet kuptojmë edhe dinamikën e brendshme, se ju folët për kurdët. Po, hajde flasim pak për Teheranin. Po, ka 5 nacionalitete. Dakor. Por jo më shumë se 15% e popullsisë mbështet regjimin e ajatollave. 80% e më tepër të popullsisë iraniane nuk janë të kënaqur me këtë regjim dhe duan ta shohin ikjen e ajatollave dhe rikthimin e ish regjimit të shahve ose ndoshta një regjim demokratik, nuk e di se çfarë rrugë do ndjek Irani. Mos harrojmë, regjimi aktual erdhi në fuqi në 79-ën nga Rutollah Khomeini. Paraardhësi Khomeini, që erdhi nga Franca me Air France në Teheran, mbas ekzilit të shahut, të mbretit të Iranit. Në vitet 70, vajza dilin me minifunde në Iran. Ky ishte ai regjimi i shahut i cili dha justifikimet e arsyeshme. Patjetër, dora e hekur, dorë e rënd, absolutisht që po. Dhe amerikanët 5 foto shalësh me minifunde, po nuk shikojmë se çfarë ka ushqyer këtë Ku Klux Klan. Të lutem, unë nuk e bazoj, të lutem se shal kemi plot ke bloku, nuk e bazoj zhvillimin e një shoqërie tek shalët, më bezo për këtë. Por e kisha për sa i përket emancipimit të vajzave. Pra e drejta e një femre për të zgjedhur se si vishet dhe për të respektuar nga tjetri. Se edhe ne jemi pak shoqëri patriarkale dhe të prekur nga kjo bota lindore otomane, fatkeqësisht. Nëse ka një mallkim mbi Shqipërinë, janë këto 500 vjet otoman lëk. Unë mendoj se është mallkimi më i madh mbi ne dhe besoj që është edhe mallkimi më i madh edhe në atë rajon të lindjes mesme. Kjo që mbolli Turqia otomane është një nga farat më të ndyra që ekzistojnë në botë. Prit, se më lejo. Jo, kjo është një perandori që ka jetë gjatësi 500 ca vjeçare. Një perandori që nuk solli asnjë lloj zhvillimi, solli vetëm ignorancë, analfabetizëm, ignorancë fetare dhe të lutem dhe shtypje dhe dhunim femrash, vrasje, përdhunive masive, shihni shifrat se sa janë vrarë gjatë kohës Skënderbeut. Të lutem, këtu është baza e regjimit ajatollave. Një regjim që përdhos dhe keq përdor idetë fetare në kurriz të lirisë të individëve dhe të qytetarëve dhe sidomos të femrave, të grave. Një shoqëri nuk ecën përpara, nuk ka zhvillim nëse nuk çliron gruan. Mbaj mend këtë që po them. Çdo shoqëri perëndimore që është zhvilluar ka bazën tek nëna, tek motra, tek vajza. Le të jetë si doj ajo, të vishet si të doj. Po nuk i takon një ajatollau, një maskaraj, që të gjykoj se si vishet femra apo si sillet femra. Tani më lejo të kaloj tek. Për këto arsye,
duke pasur parasysh 79-ën, 79-a, unë kam lind 75-ën, jam 50 vjeç, i bie që në gati 50 vjet, 40 ca vjet, shumica e njerëzve dhe sidomos e brezit, le të themi të mesëm dhe të ri në Iran kanë lindur pas shahut. Do të thotë që janë lindur dhe rritur vetëm me këtë regjim. E imagjinoni me fjalë, imagjinoni konotacionin shoqëror social që ka kjo në psikologjinë e një kombi ose 80% të kombit dhe sidomos tek vajzat dhe tek gratë, që janë baza e familjeve në Iran, të cilat ju siguroj që nuk kanë për ta lejuar. Unë mendoj që shpresa ime do t'ishte që ndryshimi të vi nga poshtë, se ndryshimi nga lart nuk vjen, harroje. Këta mund të vrasin gjithë ajatollat, mund të vrasin edhe djalin, edhe niprat, edhe mbesat e të gjithë ajatollave dhe të gjithë presidentët e 30 viteve të fundit të Iranit. Kjo nuk do sjell ndryshim demokratik në Iran. Harroje. Ndryshimi duhet vi nga poshtë. Është si këtu. Ne kishim shpresë për 30 vite nga ambasadorët edhe nga perëndimi, po shive ku jemi sot në Shqipëri. Në qoftë se nuk e kërkon populli nga poshtë, nuk ka ndryshim. Shpresa dhe risku më i madh i këtij sulmi, kjo është. Si do reagoj populli iranian? Jo si do reagojnë kurdët, harroj kurdët. Nuk vjen ndryshimi në popullin e madh pers nga kurdët. Unë nuk kam asnjë lloj shprese te kurdët. Ralf, Askush nuk ka nese. Nuk e di Kam shumë pikë pyetje. Më thuaj. Kam shumë pikë pyetje në bazë atyre që thatë juve, por po ja kaloj Anduenën si ta shpërndaj. Më pëlqen pikë pyetjet. Pikë pyetja është baza e evolucionit. Sulmet me raketa me dron, kërcënimet për bllokimet korridoreve detare, risku për përhapjen e konflikteve drejt mesdheut lindor. Të gjitha kanë ngritur strukturat në alarm. As se diskutohet, domethënë, edhe vetë NATO. Shqipëria si vend antar i NATO-s, edhe si një shtet që ka marrë edhe ka patur qëndrime shumë të forta ndaj kundër regjimit iranian vitet e fundit, përfshi edhe strehimin e opozitës iraniane. Është përmendur disa herë në narrativën zyrtare të Teheranit. Unë dua të jem çik më konkrete. A përbën kjo një risk real në fakt për sigurinë tonë kombëtare, sepse ne e dimë shumë mirë që sot lufta nuk mjafton të vi raketa, më mund të jetë dhe një luftë kibernetike. Ka patur aludime për element iranian gjatë një prej sulmeve kibernetike në Shqipëri. Nuk jam i sigurt për vërtetësinë e këtyre fjalëve. Nuk besoj që Irani në këto kushte sot në sulmet izraelite dhe amerikane është në gjendje që të organizojë një le të themi fushat të suksesshme ndaj perëndimit. Unë nuk besoj që Irani ja del t'i bëj ballë kësaj furie kaq të fuqishme. Po flasim për dy prej ushtrive dhe shërbimeve ushtarake dhe shërbimeve sekrete më të sofistikuara dhe më të fuqishme në botë. Shërbime që kanë 30 vite që programojnë këto lloj sulmesh, që i din çdo lëvizje generalve, që i din çdo trend, çdo alergji. Ju shihni se çfarë bëri Mossadi me Hezbollahun para kur ishte një vit apo 2 vjet. Se eliminoi mënyra. Pra, ata kishin arritur që të penetronin brenda në prodhimin e pagerave dhe të siguroheshin që këto pagera që ishin me qipat e izraelitëve të bleshin. Pra, po flasim për shërbime dhe vende që janë 10 hapa përpara Iranit dhe nuk besoj. Nuk besoj që do ketë në një rrezik të madh kibernetik apo në një sulm të madh ndaj Shqipërisë. Po që ne duhet jemi në alertë dhe që duhet të shohim të gjitha opsionet se si do të reagojmë në rast të një rakete që mund bjerë në Ballkan, sigurisht që duhet të, po se ne vetë, ju e dini shumë mirë, nuk ja dalim do të mbrojmë, ne ju e dini, ne sistem antiraketor, më fal. Unë edhe një president. Më fal këpret? NATO. Ju e dini që ne dy helikopter kemi apo jo? Jo, njëri është në riparim. Është në riparim, pra ne bota më ra njëri kemi vetëm një. Është fatkeqësi kjo që po bëjmë shaka me këtë me fjalë. Zoti Gjoni kemi forca ajrore. Kur nuk çajmë do qeshim. Po. Dhe juve ju thanë, më fal, dhe ju thanë që nuk ka nevojë të mblidhet Këshilli i Sigurisë, se ishin shumë të zënë me ndryshimet në qeveri, si duket edhe. Nuk ka një informacion të klasifikuar i cili e ka çuar shtetin deri në thirrjen e njerëzve më të zgjuar në lidhje me sigurinë, por ambasada, institucione dhe celula të fjetura të regjimit
iranian janë në survejimin dhe në mbikëqyrjen e agjensive lisbatuese, por mbi të gjitha mos harrojmë që edhe të gjitha këto kontaktet me... Kush po i mbikëqyr ne? Po, janë institucione, shërbimi informativ, antiterrori... Shërbimi informativ i joni, pra, po për ndjek... Por, janë të gjithë... Po, më duket, po. Po, jo, nuk është më, se gysi është në kërkim. Po, ata që kalon e janë. Por, mos harrojmë që kemi edhe kontaktet herë pashershme gjatë gjithë kohës me agjensitë lisbatuese, apo me shërbimet e huaja cilat janë shumë... Do të bëj një pyetje, me qenë se tatë nuk e ka gati, regjia të lutem se më duhet çojmë, me qenë se është kjo këtu. Kina është këtu. Po. Që sa afër është? Më duket si femzit. Rusia, po të shaf nesër. Lart, deti ka Rusia spik. është mbi këtë. Po, Azerbajxhani është sipër atje. Po. Azerbajxhani. Kaviari më i mirë vjen nga i pellgu i ujit. Atje është Afganistani që ka na 45 vjet, 50 vjet që bëjnë luftë gjitha, askush nuk e merr dot sepse është i gjithë territor shkëmbor që duhet bësh luftë guerrilase dhe bëj çfarë të duash ti, pajimet më të mira ti nuk e dorëzon dot ata se janë malsor, gjithë. Tani, ky shteti këtu, që mjafton vetëm ky Afganistani ta kaloj vjen ajrore, furnizohet me 80% të naftës vet, furnizohet nga ky shteti këtu. Nga Irani. Po, ata? Tani, për aq kohë sa ky shteti këtu furnizohet me 80%, industri më të madhe të botës, i bie që automatikisht edhe kjo të jetë pas saj në proxy. Po edhe Rusia po ashtu. Tani, nuk mund të flasim dot Irani i vetëm para perëndimit. Perëndimi ka bërë një gaf për mendimin tim. Ka bashkuar pa dashje ose me dashje dragojin kinez me ariun siberian. Po. E sa? Kjo është analiza ime që konsistonte në pyetje. Si e shifni këtë, Toni? Se pa dashje kemi futur dhe Rusin dhe Kinën. Tani, nga observimi im në vite në përpyje, unë kam kuptuar që zakonisht ujku nuk e kruan as me ariun dhe as ariun nuk e kruan me ujkun dhe as me dragojnë. Qofse do kishte, pra, unë mendoj që ka një, le temi, ka një distancë respekti reciprok që ekziston midis këtyre fuqive të mëdhaja dhe nuk besoj që e para punës ju po flisni nga premisa sikur Irani në rast se bie regjimi do të ishte nën menaxhim apo nën pushtim perëndimor. Unë nuk e besoj. Nuk besoj që një vend dhe një popull kaq i madh sa populli pers të gjunjëzohet nën tutelën e një force të huaj. Harroja. Nuk është Afganistani Irani. Irani është, po flasim për një nga popujt më të vjetër në historinë shqiptare, në historinë e... Kam shumë respekt, edhe unë kam super respekt për kulturën perse. Iranianët janë, për mua janë krem de la krem kur vjen puna te ky pellgu këtu. Unë kam pas fatin e madh që kam qenë në vizitë zyrtare dhe avioni për Kuvajt, dhe avioni bëri një xhiro dhe ne kaluam sipër ngushticës së Hormuzit, dhe unë kam arritur që ta shoh se shumë i ngushtë realisht. Është një pëllëm, po. Dhe rrugës për në Kuvajt, që është fundi i këtij pellgut, unë kam arritur ta shoh nga qielli se sa afër është Irani me Dubajin, me Emiratet, me Omanin. Me Omanin është as 50 kilometra, më duket. Kështu që është më afër se ne me Italinë, imagjinoni. Kështu që nuk besoj që Irani do të jetë nën tutelën ndërkombëtare, besoj që ajo që mund ndodhi mund të jetë një ndryshim regjimi në Iran, por do jenë iranianët që janë popull shumë krenar, nuk do pranojnë kurrë. Kështu që në këtë kontekst, nuk besoj që Irani i ri, le themi një regjim i ri në Iran, do të ndalonte biznesin me Kinën, se çdo vend do të bëjë biznes. Edhe po t'ishte Amerika në menaxhim Irani, siç dëshiron të jetë në Gaza, prap Amerika nuk do ndalonte se bëri biznes me Kinën. Dgjoj, nuk e di kush ju ka thënë juve që Amerika nuk bën biznes. Më fal? Siç bëri me Venezuelën. Fakti që mori rezervat e naftës bruto, Venezuela ishte se po nënshkruaj kontrata me Kinën. Nuk e krahasojmë dot, është shumë e vështirë të krahasojmë Iranin me Venezuelën. Venezuela ishte një shtet disfunksional. Republikë bananësh. Po, me rezerva shumë të mëdha nafte, por nuk mund t'i krahasojmë. Unë mendoj që nuk do të ketë asnjë lloj problemi për sa i përket naftës në Kinë. Ajo që do ketë problem për ne, nëse vazhdon ky konflikt dhe ngushtica Hormuzit, e cila është bllokuar për momentin nga Irani, 20% e 25%, 1/5 e naftës së gjirit kalon nga kjo ngushticë. Që preket dhe Indin. Çmimi naftës
Këshilla Sot kishe ime... vajtur, po, jo, sot kishe vajtur se ne blen direkt. Po, dakord. Ne blen direkt, kompanit tonat naftës e blen direkt, nuk kanë stok fare. Para se ta përzej me pisnicet. Kur ull nafta në Covid, vajti minus $16 që ishte për herë të parë historike, minus 16, këta ta në toshin kemi rezervat mbedura ta, pastrojmë të. Në momentin që ngrihet nafta, do di që e blen direkt. Kështu që çmimi i naftës mund na prek neve. Po. Por nuk shoh ndonjë risk për sa i përket Kinës. Kina është vend i madh, i rregullon balancat, nuk shoh shqetësim. Në lidhje me armët që ka Irani, që disponon Irani, a është i fuqishëm Irani për ta përballuar luftën? Irani ka një ushtri, ka drone, ka një arsenal raketash. Nuk ka armë bërthamore, nuk ka fuqinë e Rusisë, sigurisht, po e shohim që nuk e ka fuqinë e Rusisë. Qartazi nuk ka informacion të sakt, nuk ka një shërbim të fortë. Si që ka Izraeli? E ka patur, por nuk e ka më. Irani ka qenë një vend që ka shkaktuar dëme në territor tuaj, është një nga vendet më të rrezikshme në 30 vitet e kaluar. Kanë vrarë njerëz në Amerikë, në Angli, në territor evropian, në Gjermani. Ka element të sponsorizuar nga Irani, besoj unë, edhe në politikën dhe në mediumet shqiptare. Ka patur, kemi pasur, thash e theme, nuk e konfirmoj dot. Në parlament? Apo jo vetëm? Jo në atë lloj instancash? Ka ludime për disa eksponent politik jo të vegjël. Ka ludime për disa janë ende gjallë. I shohim në ekran? I shohim sigurisht, i shohim në ekran që kanë pasur të gjithë janë pro-amerikan, po. Të gjithë të sponsorizuarit janë pro, është si puna e keni dëgjuar narcismin? Po. Narcisti perfekt ka një fasad gjatë vitit parë të marrëdhënies. Që nuk duket. Dhe ti nuk e kupton dot, kështu që janë perfekt, ti nuk i kap dot. Dhe këta janë më të sofistikuarit. Kur e ke kuptuar që ka njerëz të tillë narcis të paguar nga shërbimet e Iranit? Jo, këta janë narcis, këta janë më tepër, thjesht e dash për analogi. Sepse, me sa mbaj mend, ju keni qenë edhe në Ralf, ka qenë në komisionin që është ngritur para se të vinin këta opozita iraniane. Ka gjëra për të thënë? Po, në lidhje me Manzën? Tani, unë kam shërbyer edhe si zëdhënësi ministrisë jashtme, po pas kësaj detyre, kur kam qenë këshilltar diplomatik në kuvend, kam pasur shumë kontakte me përfaqësuesit e mujahedinëve, por edhe me përfaqësuesit e juaj. Për shembull, John McCainin e kam shoqëruar unë gjatë vizitës tij në parlament, kur erdhi në kryesi, të ndjerin. Ish kandidati për president, kundër Bushit, jo, kundër Obamës. Kemi patur shumë eksponent perëndimor, sidomos amerikan, por edhe norvegjez, spanjoll. Të interesuar për këtë lloj? Që vinin dhe lobonin që Shqipëria të rriste kapacitetin pritës të iranianëve. Unë mbaj mend kam, më thënë atë kohë Meta ka qenë kryetar kuvendi. Rama sapo ishte bërë kryeministër, flasim periudha 2012-2013, kur ndrohen koalicionet. Ose 2013-ën, më saktë, 2013-2014. Po, filloi, më besoj që filluan bisedat që në 2012-ën. Internacionale Socialiste. Shikon? Të gjithë të mbledhur proletarë të gjitha kombeve. Që pas ka filluar para. Ju po meritat i marrin ata pas. Të siguroj që s'ka lidhje fare internacionale. Më besoj, jam i mirë informuar, kam qenë brenda këtyre. Ta garantoj, po ky është një muhabet tjetër, e lëm për një herë tjetër. Do ta besoj. Por ka pasur disa takime, ka pasur edhe biseda dhe tensionet e brendshme në kabinet, edhe me Metën, edhe me Ramën. Edhe në kohën e Berishës, kur ka qenë Berisha kryeministër, dhe Meta ishte ministër jashtëm dhe zëvendës kryeministër. Po tensioni se nuk është e lehtë, dëgjoj, nuk është e lehtë të marrësh numra të mëdhenj të një opozite iraniane dhe të hapjesh sherr me Iranin. Ndërkohë që vendet perëndimore nuk donin ta bënin. Unë mbaj mend kam qenë në bisedime me eurodeputet francez, spanjoll, ish deputet norvegjez, përfaqësues amerikan. Bisedime me mua si këshilltar diplomatik i kryetarit kuvendit atë kohë. Dhe i thoja, po pse s'merrni edhe juve disa? Dhe spanjolli dhe francezi ma thanë troç, dëgjoj, ne nuk duam të hapim në një sherr më të madh me Iranin se sa tensionit që kemi deri më sot. Kështu që ne do të na konvenonte më shumë që ti merrte Shqipëria të gjithë. Pra, imagjinoni se çfarë lloj arrogancë ka pasur në bisedime nga disa përfaqësues tuaj, dhe unë nuk kam qenë, sinqerisht, personalisht nuk kam qenë pro pritjes së një numri kaq të madh mujahedinësh në Shqipëri, në territorin shqiptar. Nuk kemi ne kapacitet për të marrë mbi supe një barë kaq të madhe dhe të hapnim një vatër konflikti me Iranin. 92 milion popullsi. Cili ka qenë arsyetimi logjik i juaj në atë kohë?
pa e ditur se... Pragmatik, ç'na duhet neve? Troç fare. Ç'na duhet ne? Ç'na duhet, absolutisht. Shumë e bukur. Jo, sinqerisht. Dhe unë ja kam thënë përfaqësues, ja kam thënë, ja thoya edhe Metës atë, se ne kemi flisim shumë hapur në kabinet në atë kohë. Dhe i thoya ç'na duhet neve? Dhe ka pasur rezerva, ju siguroj ka pasur rezerva edhe nga politikanët shqiptar. Por presioni amerikan ka qenë kaq i madh në atë kohë që ne t'i merrnim. Dhe fatkeqësisht liderat tanë, siç e ka pas bërë Rama, më duket foto e famshme me Obamën, për një foto me një president, pranonim lloj-lloj, me armë kimike, me mujahedin, me Taliban, me Afgan, me fjalë. Sillni edhe plerat kimike të Kalabris që i menaxhon mafia nga Napoli deri në Catanzaro, ku janë ato krerët e mafjes Kalabris. Hajde sillni këtu në emër të Bashkimit Evropian dhe të riciklimit dhe të pastrimit. Ç'na duhet ne kemi një shtëpi të vogël. A u fol përpara? Apo vetëm presion? Jo, unë nuk kam qenë asnjëherë prezent në asnjë bisedë që mund të jetë folur përpara. Po, është folur përpara nga iranianët, nga mujahedinët, duke thënë që ne jemi self-sufficient dhe që do kemi mbështetje nga Perëndimi. Pra ne nuk do ju rëndojmë. Ne vetë financohemi, nuk keni pse të organizohemi. Jo vetë financohemi, ka pas ndihmë edhe nga Amerika, ju siguroj, edhe nga Evropa. Njerëz që janë brenda në Mans, sot që flasim, janë pronë të tokave të paluajtshme në Shqipëri? Si? Janë pronar të tokave të paluajtshme në Shqipëri. Sepse është kapitali i lëvizshëm, kapitalizmi ky është ka para, ne blen. Janë një lëvizje që kanë shumë para. Unë mund t'ju them Anduen që edhe shpend mund t'ju them kam pas disa ftesa të shkoja në këto kongreset që bënin këta në Paris. Më vinin në zyrë, më ftonin. Nuk kam pranuar asnjëherë të shkoja sepse realisht i ke parë si risk? S'na përkisten edhe. Ndërkohë ka eksponent të politikës shqiptare, deputet, ish kryeministra, ish president, që kanë shkuar dhe kanë qenë prezent në forumet e këtyre në Paris. Ta që ne kanë Paris. Në bazë të kësaj logjike, në Paris, nërsa në Angli, kanë një televizion. Po. Kanë edhe një po mirë, Anglia vend shumë... Ty po të hapet televizioni serb në Shqipëri dhe ne nuk e dim akoma, nuk e din njerëzit. Ndërkohë që ne nuk i dëgjojmë Serbin. Sinagoga mos në hapet. Është hapur banka, pastaj vjen sinagoga. Se çfarë problemi ka sinagoga? Po. E shef siri? Veçëse në Angli, jo. Po flas kështu në rrjedhën e gjërave. Të zgjuar janë, derisa kemi xhami pse mos kemi sinagoga. Ti kemi gjitha, ti heqim, ikim dhe vetë. Po them një gjë, Shqipëria ka pasur sinagogën para se të kishte kishat dhe xhamit. Sinagogën kishte sens. Në Sarand. Problemi është që këta vinë me banka, pastaj hapin sinagogën. Po hapin bankën, tani po hapin sinagogën. Izraelitët. Po. Hapin njërë bankën, pastaj sinagogën me kapitali e brendë Shqipëri, me paketën e maleve që ka bërë Rama, ta blin të gjithë tokën e Shqipërisë ato dhe pas 100 vjetësh ton është e jona. Unë jam pro ardhjes së turistëve izraelit dhe shpresoj edhe në turistë iranianë. Unë jam edhe, bravo, unë jam edhe për turistët iranianë. Unë s'du kolon. Është gjithë tjetër kolon edhe iranianë. Nuk besoj që kemi kolon nga Izraeli në Shqipëri. Shpresoj që t'jem unë i gabuar. Historia do t'a tregoj. Edhe turist palestinez nesër do doja t'i kishim këtu dhe do ishte... Si duhet të pozicionohet Shqipëria në këtë aspektin geopolitik tani, me gjithë këto që... Po Anduen, se u thanë t'i shka, Ralf, të lutem mos... Ralfi tha t'i shka, qëna duhet neve me shumë të bukur, se do më pragmatist jam, qëna duhet ne me ata. Atëre pyetja ime është, çfarë duhet këtyre me regjimin që ka brenda Iranit? Pyetje shumë e bukur. Për çfarë të duhet ty me nis? Sigurisht, kjo është e rregulloj demokracinë Bibi Netanyahu në Izrael apo Trumpi në Amerikë, që do të shkojnë të zgjidhin Iranin. Në eksperiencën dhe njohurinë time në marrëdhënie ndërkombëtare, i vetmi rast që unë njoh në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, paktën moderne që njohim ne, që ka funksionuar pas bombardimeve është Kosova. Nuk ka. Po. Çdo vend tjetër ku ka pas ndërhyrje ndërkombëtare ka dështuar. Irak, Afganistan, Vietnami. S'ka asnjë vend tjetër. Dhe risku është shumë i lartë. Tani kemi një realitet. Risku në Teheran, më fal Anduen, thjesht se nuk doja ta harroja. Risku i një konflikti civil, nëse ky 80% që është kundër Ayatollahut nuk qëndron bashk, risku është fragmentimi i shoqërisë iraniane dhe konflikt civil. Po. Dhe sigurisht dhe këtu pastaj mund të shkojë në një skenar të pa imagjinueshëm. Aty është Armagedon pastaj. Sigurisht. Nëse ndodh ajo, ndodh Armagedon. Përfshihet gjithë bota në luftë. Tani, i duhet gjë Izraelit që të sulmoj Iranin. Një minutë. Nëse unë do isha izraelit, unë kam shumë miq izraelit, kam edhe shumë miq palestinez. Më beso, kam edhe në nivel familjar nga bashortja që ka pas shoqen e ngushtë nga Palestina që jetonin në Tunizi,
Kam edhe vajzën e ish-krahut të djathtë të Arafatit, që është një nga mikeshat e mia më të ngushta. Vajza e Xhawid Al-Husseini, që ka qenë kryetari i Fondit Palestines që bante lekët e Arafatit. E kam ende mikesh, flasim shpesh, biles para ca ditësh komunikuam. Kam edhe zëdhënësin e Netanyahu, që është mikim personal, ish koleg nga Londra, që la Londrën dhe vendoset në Tel Aviv. Pra i marrë nga të dy anët. Më beso, nëse unë do t'isha në kabinetin izraelit sot, pavarësisht krimeve që ka bërë Netanyahu në Gaza, se që është gjenocid, nuk ka dyshim, ka vrarë fëmijë, patjetër, por unë do e kisha shujt Teheranin, me këtë kërcënim që i ka bërë Irani Izraelit, gjithë të vite. Gjithmonë e ka bërë. Pse pikërisht tani? Të lutem, unë po t'isha kryeministri Izraelit, do e kisha shuajtur gjithë regjimin e ajatollave vite më parë. Kjo do e bërë shumë kohë më parë. Nuk do e lejuar që të mbrinim këtu. Absolutisht jo. Izraeli është në të drejtën e tij për të vetë mbrojtur, sepse është i rrethuar vetëm nga agent proxy të Iranit. Është gjë shumë e mirë nëse bie ky regjim, nëse zhduket Hizbollah, nëse zhduket Hamasi, po kur them zhduket literalisht, çdo luftëtar i Hamasit dhe çdo drejtues i Hamasit duhet zhdukur, vrarë, eksterminuar. Dhe këta Houthi, rebelët Houthi që janë këtu në Yemen, se këta janë të gjithë element terrorist të paguar nga Irani. Dhe ti jepet një frymarrje të Iranit dhe një brezi të ri që të zgjedhë në mënyrë demokratike. Kështu që Izraeli është në të drejtën e vetë të vetë mbrohet. Sigurisht. Po me urrëtitjen e akumuluar të popullsisë civile të Palestinës, të iranianëve, dje ishte goditur një shkollë që janë vrarë 168 vajza. Të garantoj që ka shumë izraelit që e urrejnë Netanyahu. Kam miq, një nga mikeshat e mia të kolegjit në Londër është gjithashtu është laborista, është kundër Netanyahut në Tel Aviv. Pra, kam edhe njerëz pro Netanyahu, pra duhet kuptosh, Izraeli ka një parlament, ka një demokraci. Ai Netanyahu edhe Ajatollahu ka ndarje pushtetesh. Tani e marrë mira. Me 19% pjesëmarrje në zgjedhje. Po. Dakor. Me 16% jemi ne, që flasim për demokraci. Kemi 16%. 16%. Jo, rezidentët këtu votojnë. Të lutem, këtu nuk e pranoj dot. Populli të lutem, ne jemi 80% e rezidentëve në Shqipëri. Lëri emigrantët ose shqiptarët jashtë Shqipërisë që nuk janë rezident këtu, harroj këtë muhabet. Ne jemi në rjesht. Ne votojmë apo hedhim letrën, se është tjetër. Se ne votoj edhe në kohën e Enver Hoxhës 100%. Të gjejmë 0.4% që ndoshta, që s'ka votuar. Unë besoj që ne votojmë sepse do vija prap një herë të shtjellojmë atë tezën e Otoman Lëkut. Ne jemi Otoman Lëk lezet. Ne e ulëm kokën tek otomanët. Pra, se ku se kemi ulur? Një sekond. Siç ul koka ke Turku duke u ndryshuar emri dhe feja, e njëjta gjë ulet koka edhe tek partia në pushtet. Ne jemi thellësisht turm, fatkeqësisht kemi një mazhorancë ose një shumicë të madhe të elektoratit që janë thellësisht transaksional dhe klientelist. Të cilët e tregtojnë votën e tyre. Kështu që po, unë mendoj që votohet. Edhe nëse ai është joshur që të shkojë të votojë dhe thot, po mua më detyruan se do më mbas vendin e punës, më fal vlla, motër, vetë ke votu. Dakor, se ka edhe ca njerëz që nuk e votojnë. Ka edhe ca njerëz që ruajnë faqen dhe cipën. Pra, po këtu duket ndryshimi i integritetit njerëzit. Unë nga ai apo nga ajo. Sepse edhe unë kur lash parlamentin, më janë bërë oferta që të futesh në një nga këto partitë të mëdha. Po thash jo, faleminderit, për aq sa bëra, i kam bërë me sinqeritet ato fjalë që i kam thënë, ato oponentë që i kam bërë, po unë që të shkel mbi faqen time dhe të futem në një parti të madhe, siç është Partia Socialiste, nuk e bëj dot. S'kam votuar asnjëherë, nuk do votoja. Robi e ruan integritetin. Ktu bëhet ndarja. Dhe kaq doja të thoja për këtë pjesë, është tezë tjetër kjo dhe ka shumë përzemër. Lutrat sjellin shumë urrëtie në popullsinë civile. Pra sjellin irracionalitet. Nuk e kupton dot njeri se kush është terroristi për aq kohë sa i vjen bomba në shtëpi o anduena. Pra të vriten fëmijë në luftë, nuk ka më as rregulla lufte, as konventa lufte, as drejta kombëtare të njerëzit. Pra ushtrit stërviten, paguhen nga shtetet me biliarda dollar që të ruajnë civilët. Patjetër. Luftra do ketë, ka pasur dhe do ketë të rjetën. Për aq kohë sa ka ushtri, do ketë luftra, se po mos kishe luftra, zona duhet buxhet për ushtrin. Tani ideja është pse duhet vdesin fëmijët palestinez, fëmijët izraelit dhe fëmijët iranian. Unë jam për fëmijët.
Mo nuk më intereson se çfarë nacionaliteti ka fëmia. Nuk pyesim për moshë. Është fatkeqësi, është absolutisht, kemi fëmijë vetë dhe absolutisht fëmia nuk ka nacionalitet. Pikërisht pra. Sigurisht. Pikërisht pra. Tani do marrim një mendim. Duhet t'jesh katil që të pranosh humbjen e një fëmie për arsye politike. Absolutisht, jam dakord me ju. Kemi një ish ministër të brendshëm, ish ushtarak i lartë, Dritan Demiraj, që e kemi lidhje direkte. Dritan, më mbrëma. Përshëndetje, më mbrëma. Më mbrëma i dashur edhe mirë se erdhe dhe të kërkojmë shumë ndjesë mbase të kemi hequr edhe për shkak të orarit etj. Po pa humbur kohë që mos dua të shfrytëzoj deri në fund, domethënë, na thuaj si e koncepton sot atë që po ndodh në rajon dhe më gjërë. A kemi ne shanse të jemi direktive sulmave Tiranit? Unë besoj që të filloj makro, pastaj të shkojmë mikro tek Shqipëria. Jemi në një... Po, të lutem. Urdhro? Jo, të lutem, vazhdo. Po, patjetër, vazhdo. Po. Atëherë jemi në një konflikt i cili fatkeqësisht po përhapet gjerësisht dhe në qoftë se nuk përfundon të paktën në gjykimin tim modest, të paktën për një javë, atëherë do kalojmë në një përshkallëzim shumë të madh në cilën do përfshihen shumë shtete. Jo vetëm Irani, por kemi një përfshirje tashmë të drejtë për drejtë të rajonit të Kurdistanit, i cili po përgatit forcat për t'ju bashkuar një fazë të dytë ushtarake, e cila në bashkëpunim me kurdët e Iranit t'i bashkohet një ofensive nga veriu në drejtim të Teheranit. Nga ana tjetër kemi përgatitjen në kufit pra në pjesën e Sistan Baluqistanit të një ofensive nga grupet baluqe dhe po aktivizohet një numër i konsiderueshëm i rreth 3 milion qytetarëve afgan në jugun e Afganistanit, përsëri edhe këta për interes të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, kemi një konflikt i cili po përshkallëzohet në jugun e Libanit, pra futja e Hezbollahut në këtë ekuacion, në këtë konflikt, dhe nga ana tjetër, pastaj kemi organizimin e njësive të presidentit Al-Shara, një pjesë e madhe e forcave ushtarake i është drejtuar luginës Beka në kufi me Libanin, me sa duket për t'i kthyer borxhin Al-Shara Hezbollahut për ndërhyrjen e tij në vitin 2014 deri në vitin 2018. Dritan, si ish ushtarak që je dhe i nje edhe ke studiuar dhe lexon dhe je i përqendruar në këtë pikë, kush është forca më e madhe sot që flasim? Kush fiton mbi kë? Dhe na fol pak më konkretisht në lidhje me armatimet që sot disponon Izraeli, disponon Irani, apo edhe këto vende të cilat janë hedhur së fundmi në mbrojtje të dy shteteve. Dhe zoti Demiraj, mirëmbrëma, shpend gashe. Përshëndetje, shpend. Kam edhe unë një pyetje, se po diskutoj edhe me mikun tonë Ralf Gjonin. Përshëndet zotin Demiraj me shumë respekt. Përshëndetje i dashur. Jeni një mik i mirë shumë. Përfshirjen e Kinës i nderuar. Si e shikoni, a mund të ketë një përfshirje të Kinës, se deri tani është me proxy, me informacionet që unë kam parë ose kam lexuar, por nuk di se kujt i besosh sot, ka dërguar 20 avion anti-radar dhe verbues, në mos qofsha i gabuar, në Iran. Atëherë, pa diskutim që kemi dy pjesë shumë të rëndësishme. E para, kjo është një luftë që bëhet për interes Benjamin Netanyahut. Po. Dhe unë kam guximin t'ja u them troç. Edhe je shumë i saktë, e ndajnë të gjithë. E para. E dyta, është një luftë, kjo përsa i përket pjesës Izraelit. Për kaq pyetje, sa më keni bërë ju mu, duhet 24 orë. Po, shumë shkurt. Shumë shkurt. Së dyti, pa diskutim, që këtu kemi interesin strategjik të Shtetet Bashkuara të Amerikës për të rrëzuar spari qeverinë e Iranit, dhe së dyti për të shkëputur furnizimet me naftë, me gaz, por jo vetëm, petrokimike, një pjesë shumë e madhe, për cilat fatkeqësisht lajmet shqiptare nuk flasin kurrë, ka një lidhje të jashtëzakonshme, pra bëhet për Kinën. Sepse në momentin që bie Irani, shkatërrohet aleanca Spari Priksi, Belt and Road Initiative, shkputen linjat e komunikimit, linjat e furnizimit, linjat e tregtisë, prishet kontrolli Bab el Mandebit,
dëmtohet kontrolli i Hormuzit, pra është luftë e Shtetet Bashkuara të Amerikës drejt për drejti për Kinën nëpërmjet këtyre elementeve që sapo thash. Të gjitha dërgesat kineze, të cilat janë një sasi shumë e madhe mjetesh të konsiderueshme të armatimeve dhe sistemeve mbrojtëse, dhe këtu po ju përmend disa, luftën, pajisjet e luftës elektronike, të cilat për gjatë këtyre 4 ditëve nuk kanë treguar rezultat të madh. Së dyti është dërgimi disa sistemeve HQ-9B të dytat më të avancuara të mbrojtjes kundërore që ka Kina, të cilat nuk rezultojnë se kanë qenë suksesshme për sa kohë që kontrolli i qeve të Iranit është komplet nga teknologjia amerikane, pra aviacioni amerikan dhe izraelit. Nuk ka diskutim që kjo është një luftë, përveç se ushtarake, është një luftë ekonomike, është një luftë e cila do të përcaktoj rendin e ri botror dhe sferat e influencës, duke i treguar tashmë qartazi që të shkatrova 150 miliard dollar investime në Venezuelë, Kinës, dhe nga ana tjetër në rast se bie dhe Irani, atëherë Kina do ketë probleme të jashtëzakonshme. Është një luftë e cila konsiston në ngadalësimin sa më shumë tjetë mundur të ekonomisë kineze, e cila është çmendur në thojza duke ecur me ritme shumë herë më të shpejta se sa perëndimi. Nëse më lejohet, vetëm nëse bie regjimi dhe presupozojmë që kthehet Palaui dhe pra djali Shau dhe pranohet nga popullsia iraniane, sepse mundet të ndodhë që Irani të zgjedhë një rrugë tjetër që del jashtë kontrollit Amerikan dhe Izraelit dhe të ruhen ato balancat e vjetra me Kinën dhe me Rusin. Po jam dakord me zotin Demiraj që konflikti aktual, nëse vazhdon dhe të rheq brenda tij edhe eksponentë të tjerë, pra po të marrim elementin e kurdëve, imagjinoni të futet Turqia në lojë. Po pra po, patjetër. Futet Kina, Rusia, po pra po, por nuk vendosin kurdët për Teheranin. Këtë ja u garantoj. Ata thjesht janë provokues. Ja u garantoj dhe janë element provokator. Të garantoj që Turqia nuk ka për ta lejuar krijimin e Kurdistanit pak në territorin e vet. Me kujtua Turqia, për të dy juve zotrin nderuar një pyetje. Si e shpjegoni shumë thjesht fare atë deklaratën që ka bërë zëvendës kryeministri izraelit që Turqia është Irani i ri? A është ky kërcënimi drejt për drejt për Turqinë? Pra, është diplomaci kjo, a është të drejtën e Izraelit të kërcënoj këtë do dhe të quajë të drejtë? Demiraj. Absolutisht që jo, por më lejo të bëj një korrigjim të vogël, ju zakonisht jeni shumë i saktë. Naftali Bennett është ish kryeministër, jo zëvendës kryeministër. Ndjes. Atëherë, për këdo që ka lexuar këtë libër, e ka të qartë i vitit 96 i Benjamin Netanyahu, ku Benjamin Netanyahu futet si nga ministër i jashtëm dhe deri në ditët e sotme, është një plan 2 vjeçar për zbatimin e doktrinës clean break, që thotë krijimi i Izraelit të madh. Po, që e ka të në dhe nuk ka gjen asnjë gjë, ne kemi të paktën 2-3 vite që i kemi thënë, kemi guxuar t'i themi të gjitha gjërat, për shkak se kushdo që i thot vetes, analist profesionist duhet të jetë i paanshëm. Dhe në këtë këndvështrim, radhën e ka në rast se bie Irani, radhën e ka, nuk ka diskutim, e ka Turqia për të bërë cop-cop. Pastaj hajde ta diskutojmë a bjen, as bjen, a bot, as bot, kjo është çështje tjetër, dhe në fund është Pakistani. Këto janë 2 pengesat për krijimin e Izraelit të madh dhe pastaj për mbizotrimin e lindjes mesme. Në momentin që Izraeli zgjerohet dhe kontrollon të gjithë të burime financiare, linja komunikimi, tregtare, ndërkombëtare, fillon zbatimi asaj që njihet si Pax Judaika. Pax Judaika, shumë për kontrollin e globit. Shumë dakord, mendojmë një lloj te kjo pjesa, zoti Demiraj. Është deklaratë e panevojshme, deklaratë me fjalë deklaratë që ka nota konfliktuale për të ardhmen, sigurisht një kryeministër izraelit që cilëson Turqinë si Irani i ri është pa imagjinueshme. Është apokaliptike. Po flasim për një vend aleat, po flasim për një vend të madh si Turqia, vendi NATO-s. Nuk shoh ndonjë risk që të bjerë Turqia. Realisht unë vazhdoj besoj që edhe pas kësaj fushate, kësaj lufte, nëse mund ta quajmë luftë në Iran, unë pra besoj që populli i madh iranian do di se si
të ruaj atë integritetin e Ke shpresat vetë. tek populli, Nuk besoj që Izraeli mund të kontrollojë Iranin. Nuk e besoj, ndoshta jam gabim, por risku shumë i madh që nëse futen në këtë konflikt edhe aktorë të tjerë, po mund të precipitohet dhe mund na dalë jashtë kontrollit. Izraeli në spektrin tim e ka goditur dhe imazhin e mirë që ka krijuar Palaui për kaq vite, për 50 vite që Shahu është rrëzuar nga revolucioni, vetëm se ishe duke i thurur lavde Benjamin Netanyahu. Ndërkohë janë 5 vendet të Unionit Evropian që e quajnë kriminal lufte, ashtu si kundër është, sepse ka bërë genocid, dhe ato vendet të cilat nuk janë... Jo se nuk është Hamas, ja? Shikoja, për mua terroristët janë nga të dy anët. Demiraj, Demiraj ka Hezbollahun mbrapa, që janë këto? Janë libra? Janë libra. Strategjia ushtarake e Iranit. Janë libër të botuar këto 2 vitet e fundit nga unë. Tani na thuaj pak Demiraj, të lutem. Ja ku e keni një blerë zoti Demira, do t'i blej unë ato libra tuaj. Të paktën dy blerës. Të paktën na thuaj zoti Demiraj, sa armë ka sot Irani për të përballuar një luftë të tillë me Izraelin dhe me gjithë vendet e tjera që i kanë dalë në krah. Teknologjia ushtarake amerikane është e pasfidueshme. E ka treguar muajt e fundit. Po, e ka treguar. E ka treguar. Po, sigurisht që këtu çdo superfuqi ka limitet e veta për shkak se lufta zhvillohet shumë mijë kilometra larg. Dhe në këtë këndvështrim, bazuar në mësimet e nxjerra nga konflikti i 80-88-s, Irani në bashkëpunim me Korenë e Veriut, në mënyrë të veçantë, pastaj përsëri nga bazuar në mësimet e nxjerra rënien e qeverisë së Saddam Huseinit, i cili në atë kohë kishte ushtrinë e 5 më të fuqishme në botë, flasim për operacionin e parë Desert Storm, filluan të krijojnë një strategji dhe doktrinë ushtarake asimetrike e bazuar në një luftë asimetrike jo konvencionale, pavarësisht zhvillimit të disa sistemeve ushtarake të cilat kanë fuqi të konsiderueshme. Dhe në këtë këndvështrim, tre janë shumë, po tre po citoj unë, është strategjia dhe doktrina ushtarake e Iranit bazohet tek përdorimi i forcave të marinës, bllokimi i Hormuzit nëpërmjet një sistemi shumë të sofistikuar, i cili edhe pse nën 2 konflikte të qershorit dhe tani vazhdon të projektoj fuqi të paimagjinueshme. Së dyti, pra nëpërmjet raketave antianije, nëpërmjet strukturave të gardës revolucionare të forcave detare, të cilat janë krejt ndryshe nga komanda e forcave detare iraniane. Së dyti, komanda e hapësirës, e cila përbëhet nga 21 brigada të raketave balistike, hipersonike, të ndara në 22 lokacione, dhe se cili nga këto 22 lokacione, të cilat unë i kam analizuar me harta në detajet më të vogla, si askush tjetër, janë të ndarë në 10-15 vende tjera të tunelizuara. Pra bazuar në mësimet e nxjerra të 2003-shit, i ka futur të gjitha në tunele. Dhe i ka futur të gjitha në tunele në një thellësi të tillë, e cila është e pamundur për të shkatruar qoftë edhe përdorimi i bombave GBU-57, të cilat janë aktualisht më të fuqishme në botë, për shkak se edhe kur presidenti Trump deklaroi që i kishte shkatëruar, obliterated, unë deklarova direkt të nesëmen, se kam qenë në Shqipëri në atë kohë qershor, që nuk ka asnjë shans, nuk ka asnjë mundësi, sepse matematika është matematikë, 2 dhe 2 bëjnë 4. Është e pamundur. Një prell që dëmton deri në 61 metër, nuk ka mundësi të shkatërrojë një tunel 650 metrë të thellësi. Tani Shpendi ka një shprehje shumë bukur, thotë na e shpjegoj shumë me moll, që njerëzit na kuptojnë, se ju renditët. Ta tha me moll pra me profesori. Po pra me gjithë këto. 61 metra ka rrezën e shpërthimit bomba, tuneli është në 670. I bie të ketë 609 metra diferencë. Shumë e thjeshtë, më thjesht se kaq. Çfarë ndodh zotë Demiraj me gjithë këtë? Sasia e raketave balistike. Qofshin këto, le të themi Fatah, Sejil, Kormashah, Kaibar Shekan, Emad, Zulfikar, Despur. Janë emra. Shahab, Shahab Emera, fillojnë që nga distancat 1.500 km deri minimalisht deri në 3.500 km. Edhe sasia e dronëve, e cila përdoret sot nga Irani, është shumë i sofistikuar. Dhe përsëri, bazuar në mësimet e nxjerra të konfliktit 12 ditor.
Po. Bazuar edhe në strategjinë ushtarake të forcave iraniane, të cilat gjëja parë që kanë shkatruar gjatë 2-3 ditëve të para, kanë qenë radarët amerikan. Imagjinoj një radar më i sofistikuar në botë me një vlerë 1.1-1.2 miliard dollar, shkatërrohet me një dron $20-25.000, që të thotë shkatërimi i radarëve në Emiratet Bashkuara Arabe, në bazën Al Udeid dhe në kampin Arif Xhan të Kuvajtit, e ka dëmtuar aftësinë dhe kapacitetet e Shtetet Bashkuara të Amerikës për të përcaktuar, sepse këto quhen radarët e paralajmërimit të hershëm, early warning radars, të cilët paralajmërojnë njësitë amerikane dhe izraelite për afrimin ose për hedhjen e raketave. Dhe pikërisht është dëmtimi i këtyre radarëve dhe përdorimi me valë të caktuara. Dhe aktualisht gjendemi në varrin e 16 sulmeve. Dhe përshtatja e këtyre raketave për t'u shmangë sistemeve më të avancuara në botë, të cilat janë ekstremisht kushtueshme, e bëjnë të pamundur edhe për më shumë se sa të paktën 7-8 ditë këtë konflikt në rast se vazhdon lëshimi këtyre raketave. Pra, nëse më lejon një pyetje Zotit Demiraj. Pra, me 3500 km rreze, i bie që Shqipëria as nuk ka asnjë diskutim që është nën rreze. Besoni ju që ka një rrezik në Shqipëri? Aftësitë dhe kapacitetet e raketave iraniane nuk janë 3500, janë të paktën edhe 2 fishi i 3500-shës. Domethënë janë Domethënë na 7 kalon jemi edhe qartë. Po. Na Që përfshin t'jemi edhe na kalon. qartë. Shahab 6 e ka 5506. Ja ku kemi një foto zotit Demiraj që Shahab 6. na tregon rrezen për shembull që Jo, mund është më shumë se aq. është edhe më shumë se aq. Shumë Është 2500 të rrezja, shiko, deri në 2500 ajo të kap Malin, Nigerin, domethënë shkon deri në Mali njëherë, është Jo, i bie Gjibutin. që kap Anglinë edhe Irlandën, sipas Kuason Zotit Demiraj. 12 e ka 10.000 km. Më fal, 7-8.000 km. Pra dete 7-8.000 ai ka, po nuk ka nevojë të përdori. O Dritan, Unë nuk besoj. çfarë mund Zoti ta Gjoni, detyrojë Iranin të përdor armë të tilla të shuaj gjysmën e botës? Absolutisht që është gabim, është pikërisht. Ky është edhe objektivi strategjik i Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjë cilën e deklaroi shumë qartë dje sekretari Rubio, nuk mund të vazhdonin të prisnin prap për shkak sepse zhvillimi teknologjik i Iranit po dilte jashtë kontrollit në kuptimin që aktualisht Irani është duke prodhuar raketa interkontinentale. Dhe brenda një kohe shumë të shkurtër do ishte në gjendje të zhvillonte raketat, kopjet e raketave, sepse çdo teknologji që ka Irani e ka origjinën nga Korea e Veriut. Dhe aktualisht Korea e Veriut ka prodhu Hwasong 18, 19, 20 që kanë 15.000 km. Dhe në shtesë të këtyre, minimizimin e armëve bërthamore, plus edhe përdorimin e kokave MIRV, në shtesë të armëve elektromagnetike, plus edhe të armëve termonukleare. Pra nuk mund ta lejonin më, nuk ishte më kohë për ta leju Iranin, pra për të mos e selmu, për shkak se brenda një kohe të shkurtër Irani ishte duke shkuar drejt këtyre kapaciteteve. Pra me pak fjalë, në bazë logjikës shumë të bukur të përdorur nga juve dhe eficiente, nuk qeka për të rrëzuar regjimin, po qeka për të ngadalësuar zhvillimin ushtarak iranian i cili mund të ishte një rrezik eminent. Po njëjta gjë është. Ky regjim është duke u armatos. Dhe më e rëndësishmja, prishjen e një koalicioni të aktorëve jo perëndimor, të një koalicioni shumë të fuqishëm ushtarak që është Kina, Rusia, Korea e Veriut dhe Irani, që do të thotë kontrollin e të gjithë Euroazisë ose Indo-Paqësorit, plus lindjen e largët. Faleminderit Dritan. Faleminderit shumë zoti Demiraj. Jemi mirë pritur për herë. Dhe e kam shumë sinqerisht për libra, do të vendos në kontakt personal pasaj që ti marr titujt që dua. Faleminderit. Faleminderit. Të fala. Përshëndes Dritan. Fala dhe juve. Ralf, në fakt sot bota po lëkundet, askush nuk është imun. Ishte ndërhyrje shumë e dobishme. Kam shumë respekt për zotin. Edhe unë kam shumë respekt për zotin Demiraj. Të tre këtu. Në fakt dua të rikthehem pak asaj çfarë po ndodh në Shqipëri. A ka lëkundje politika sot shqiptare? Se, e analizuam luftën që prek interesa dhe superfuqi, po ne jemi një vend i vogël. Kemi hallet tona, kemi problemet tona.
kjo lloj lufte, a do ketë një ndikim edhe në politikën shqiptare, se sigurisht që duhen edhe, po të pyesi një ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Sot, përballja që ka politika me drejtësinë, pikërisht me institucionin që u ngrit për të luftuar korrupsionin në nivelet larta, pra peshqit e mëdhenj dhe peshqit e vegjël. Ke një mendim të artikuluar rreth kësaj situate? Tani, luftrat jashtë territorit gjithmonë i bëjnë mirë liderëve politik kudo qofshin. Lufta i bën mirë Trumpit për të menjanuar skandalin potencial nga dosjet e pa publikuara të Epsteinit, Jeffrey Epstein, ku përmendet emri i Trumpit. Është një film shumë i famshëm, një nga filmat e mi të preferuar, cili po lakohet këto kohë edhe në mediat perëndimore, që quhet Wag the Dog. Pra jo shkunde bishtin, po shkunde qenin. Pra ideja edhe është shumë histori e bukur sepse luan Robert De Niro, Dustin Hoffman, ideja e një skandali seksual të një presidenti amerikan. Duhet si parathënie e kësaj situate. Po, është lidhur me skandalin Levinsky të Bill Clintonit, dhe për të hequr vëmendjen para zgjedhjeve nga elektorati amerikan, sajohet një luftë në një studio si kjo e juaja, merret një vajzë me një mace, etj. Me efekte speciale dhe këto sulmojmë Albania, Shqipëria, dhe Amerika i shpall luftë Shqipërisë, një vendi që nuk njihej nga askush. Merret edhe Willie Nelson me kitaren e tij, me country music, dhe duhet bënte një këngë që nuk rimonte me fjalën Albania. Dhe i thotë, ç'më bëni kështu se asgjë nuk rimon me Albania. Kështu që Ramës i bëjnë mirë luftrat. Çdo lideri autokrat, luftrat jashtë i bëjnë mirë sepse këta dalin si lider global dhe thonë ja, ne po mbrojmë popullsinë, patjetër, ne po flasim me aleatët tanë, dalin si lider global, pra i globalizojnë fatkeqësisht, i heqin nga konteksti ynë. A ka lëkundje në Shqipëri? Sigurisht që ka lëkundje, është e tmerrshme çfarë po ndodh këtu. Por më e tmerrshme është mos reagimi i njerëzve, i popullit. Opozit nuk ka. Ka një assistant party, ka një parti ndihmëse, kështu e quaj unë sot, fatkeqësisht. Assistant party? Po, siç janë ata... Parti asistente? Po, siç janë ata Deputy Assistant Secretary of State në Amerikë, kështu janë bërë edhe këta. Është Ministria e Opozitës. Një opozit sot me Belinda Ballukun, që i ka bërë 700.000 eurot e aluduara të Ilir Metës në videon Prifti Meta, të duken si karamele zana, ku 700.000 euro të aluduara janë sa 1/4 e kantinës së verës së Gysagasit, apo 1/70 e 50 milion, me fjalë. Vetëm pastrusja ju gjenë 700.000 euro. Pastrusja e shefes së kabinetit të Tigrit. Dhe që të bëjnë gjithë këto makinacione të tipit do shkarkohet, futet në lojë gjykata kushtetuese që s'kishte të bënde fare, në fundit objekti, fakti shumë i thjeshtë. Spaku kërkon arrestimin e zëvendës kryeministres dhe ministres infrastrukturës. Rrugët po rrëzohen, po bien urat. Ne kalojmë me makina, ju besoj jepni makinës, unë dal shpesh me makina, u shkatruan gomat, na u shkatruan makinat me këto rrugë që duken si në Afganistan, jo si në Evropë, dhe ky personi me këtë lloj arrogance, me një akuzë për 50 milion euro, se mund të ketë shumë më tepër, 50 milion, edhe këto mund të jenë karamelen mbas 5 vitesh, sfidon totalisht opinionin publik shqiptar, i cili pret një ndëshkim ndaj këtij personi, të paktën një gjykim. Paradoksale që Erion Veliaj mbahet në paraburgim për 900.000 euro të aluduara të fustaneve të gruas në thonjza, dhe Belinda Ballukur për 50 milion me shumë gjasa do të mbrohet nga mazhoranca. Po u shkarkua nga detyra, por imuniteti duhet ishte hequr me kohë, ishte një formalitet. Nuk e kuptoj fare. Unë nuk e kuptoj sepse Këshilli i imuniteteve dhe mandateve në kuvend nuk e ka hequr imunitetin e Belinda Ballukur. S'kemi kuvend. Jemi në një kontekst pa ndëshkueshmërie të korrupsionit, ku Spaku me sa duket është i vetmi institucion me një pjesë prokurorësh dhe gjyqtarësh, të cilët po ngjallin një lloj shprese tek popullsia shqiptare. A do populli ndryshim? Këtë s'jam i sigurt sepse e dëshiron, por nuk është i gatshëm të bëjë diçka. Kështu që nuk shoh në lëkundje të madhe. Ran, faleminderit. Faleminderit. Keqa me vogël. Të presim edhe herë tjera se do ketë zhvillime, e gjithmonë i mirëpritur. Po, do ketë se me bordin e paqes shumë shpejt
Caktojmë edhe një guvernator në Gaza për të rregulluar ujin e pishëm në Gaza City, me që rregulluan Tiranën. E rregulluan Tragjasnave. Gjoni, faleminderit. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, do rikthehemi me të ftuarin tonë. Dhe mos harroni se Anduena ka çik me të shpejt, që po vdes për këto aforizmat. Napoleon Bonaparte ka thënë, të dashur miq, që Kina është një gjigant i cili ta lëm të vazhdoj gjumin, se po e hapi syrin për Po mbyset u qua bota. dragoje? Pjesën e dytë. Rikthehemi me Sulejman Morizin, pjesën e dytë.